Përshëndetje dhe mirë se erdhët në Oda Podcast. Unë jam Manjola. Unë jam Marko dhe si gjithmonë për te kamerave kena producentin e Oda Podcast, Elvisi. Të dashur shikues, sonde kena këtu në Oda Podcast të ftuar një vajzë shqiptare, Laura Skenderas, e cila është avokate në komunitetin e Michiganit. Domethënë, është avokate në shtetin e Michiganit, por na e konsiderojmë si pjesë e diasporës dhe e komunitetit shqiptar. Laura, mirë se erdhe dhe faleminderit që pranove ftesën tonë. Mirë se ju gjeta dhe unë jam shumë e fatë që të përfaqësoj komunitetin shqiptar, si që thej, po përfaqësoj shtetin e Michiganit, po sidomos komunitetin shqiptar. Faleminderit. Përshëndetje dhe mirë se erdhe Laura. Përshëndetje Manjola. Na morën në fakt me brezin ton të ri, sepse pavarësisht se kena shumë të ftuar të moshave të ndryshme, por ti je në një moshë relativisht e re dhe ke një karrierë të madhe për moshën që ke arritje të mëdha, sepse vjen nga një familje shqiptare nga Korça, me që ta ndashtun, se na thoni që kena vetëm Shkodran, por sonte kena një vajzë korçare që vjen në një moshë të vogël, 12 vjeçe, edhe marron studimet që ti do i shpjegosh më gjatë, se s'du me i thanu në historinë tënde, por është knatësi kur e ndin. Unë personalisht kam fatin të njoh jashtë skenet, edhe të njoh prej viteve, por kjo është bukuria e bijave edhe bijt shqiptar, që edukohen, shkollohen nga dëshira e prindve, e familjes edhe e tyne për me përfaqësu vendin ton. Sa ma dejnë që kur përmendem një shqiptar, ndoshta kena thënë shumë herë, tash nuk na shohin që shqiptarët, po shqiptarët jena përmend që punojmë fort edhe japim shumë me lamat e shijen e mirë tek njerëzit. Por për ma fjalë për punën e saj, Laura na tregoj miqve tanë, sepse unë të njoh, ne të njohim ty, komuniteti të njeh. Kush është Laura edhe si arriti Laura këto? Po, unë kam lindur dhe jam rritur në Korçë, kam lëvizur këtu në moshën 12 vjeçare, kam një histori paka shumë të risht të imigrantet shqiptar në Amerikë. Babi im ishte diagnostikuar me kancer kur unë isha vetëm 5 vjeç, dhe për të shpëtuar babin tim, mami me babin kanë ardhur këtu me vizë medikale për të bërë trajtimet e duhura, dhe unë me motrën në Korçë me gjyshrit tanë që na ka rritur që të vegjël. Edhe shumë kohë kaloi, babi im fatkeqësisht nuk ja doli dot, por mami im ndonjë këtu dhe i vuri vetes detyrë që të na sillte ne këtu, dhe ka ndonjur 7 vjeç pa ne, pa e parë fare, ajo pa na parë ne. Shumë e vështirë. Sakrificat e emigrantave. Po, shumë. Dhe mami im është një heroinë e vërtet për ne të dyja motrat, edhe mbas shumë sakrificash, mbas shumë attempts për të ardhur, erdham, edhe filluam një jetë të re me mamin, edhe me nënën me gjyshin, me të gjithë familjen tonë këtu, edhe që atëherë çdo gjë shqyqyr Zotit ka ecur shumë mirë, edhe shumë e lumtur që jemi në vendin më të mirë në botë. Amerika është vërtet një vend i ëndrave. Është vend i ëndrave, edhe në Amerikë kur e vëm mendjen që të bësh diçka, po punove fort, po i vure vetes atë detyrën për të mbërritur diku, do ta bësh me patjetër. Është e pamundur të mos dalësh mirë. Ne dëgjojmë shumë historinë në fakt, edhe kjo e jotja është sa bukur aq edhe e trisht, sepse fillon me një histori të trisht,
por si duket babi ju a ka lënë atë bekimin, edhe s'ka më bukur se si thunë nëna jote është heroin, sepse ka punu fort për më ju sjellë ju gjithë këtu, edhe ju s'ka më bukur si ja keni shpërbly, sepse sot je një vajzë me të vërtet e talentuar në fushën tënde, që punon shumë, edhe në të njëjtën kohë unë e di që si punën ashtu dhe familjen, sepse ke edhe një familje të mrekullueshme. Edhe 2 fëmijë të mrekullueshëm, domethënë nuk është e lehtë ti bësh të dyja, po ke kujt i ngjan, edhe kështu që bravo të qoftë. Tashi ti je në avokati. Po. Këto miq tan, ma do mendja, sidomos në Michigan, ose këto në Amerikë, kisha thënë më shumë në Michigan, sepse ligjet nga shteti në shtet të ndryshojnë, edhe shqyqysh zotit, faleminderit zotit, në Michigan kena njerëz pafund, vetëm në Macomb area janë 20.000 shqiptar, për tanë Michiganin rreth janë të 100, 200 nuk e, 200.000 një fjalë gojet me kanë shqiptar që jena në Michigan. Edhe ma do mendja që informacionet e Laurës janë me vlerë, sepse unë kur na tregoj disa para se të neshim kamerat, ja vlen për mi ditë. Shumë e rëndësishme. Unë jam avokate, jam avokate civile, për çështje civile. Domethënë unë nuk merrem me çështje kriminale që janë gjëra penale, po është ana tjetër, është ana civile. Punoj për një kompani edhe e ka emrin Michigan Auto Law. Michigan Auto Law ka qenë pjesë e komunitetit të Michiganit për 50 vjet. Është filluar nga një bab dhe një bir, dhe është akoma nga një bab dhe një bir. Jemi kompani e madhe, por jo dhe aq e madhe. Prap është një kompani familjare, bravo. Edhe ashtu, domethënë çdo klient që vjen ne është trajtohet si familje nga ajo arsye. Michigan Auto Law ka pasur ca nga çështjet më të mëdha në historinë e Michiganit, edhe ca nga vendimet më të larta në historinë e Michiganit, për trucking accidents, për aksidente e kamioni, për aksidente me makina, domethënë mbajnë rekordin për ca nga çështjet më të mëdha në Michigan, dhe jemi e vetmja firmë në Michigan që është e certifikuar për të mbrojtur çështjet me aksidente kamioni, sepse aksidentet e kamionit janë pak më të ndërlikuar. Janë shumë të ndërlikuar nga që janë shumë kompani të ndryshme që janë pjesë e gjyqit. Ne jemi trial lawyers, jemi avokat që i çojmë çështjet deri në fund, dhe nuk kemi frikë të çojmë deri në fund, sepse shumë avokat dhe në gjithë Amerikën, po sidomos në Michigan, shumica e çështjeve nuk shkojnë deri në pikën që ti shkon në trial dhe shkon në sy të juris. Ne e bëjmë negociata përpara. Bravo. Ne përgatitim çdo çështje sikur ne do shkojmë në juri, dhe sigurimet dhe kompanitë e sigurimeve e din këtë gjë. Prandaj ne kemi aq sukses, sepse ata asnjëherë nuk duan ta çojnë atë pikë. Kështu që kjo është pak a shumë në anën e aksidenteve. Pastaj unë merrem edhe me çështje rrëzimi, që i thon slip and falls. Shumë njerëz thonë mëse rash unë dhe jam okay, është turp, do ngrihem, kupton, po këto gjëra janë shumë serioze, sepse një rënje mundet të dëmtosh trurin, mundet të dëmtosh shtyllën kurrizore, mundet të kesh ndonjë thyrje shumë serioze, dhe ne merremi me këto gjëra every day. Çdo ditë kjo është domethënë my bread and butter. Edhe tani kohët e fundit kemi filluar edhe një firmë tjetër që merret me çështjet e abuzimeve seksuale në për institucione të ndryshme. Këto janë ca çështje që janë shumë serioze dhe janë shumë të trishta, sidomos për ne gratë kur i dëgjojmë këto, edhe për ne nënat kur i dëgjojmë këto histori, mua vërtet më jep një tronditje shumë të madhe.
janë shumë sensitive të dëgjosh edhe ti kalosh edhe ti përjetosh edhe ti gjykosh. Shumë, edhe di çfarë Manjola gjëja më e keqe është që ti mendon se mua nuk më ndodh kjo gjë. Kupton? Edhe kur i shikon këto njerëz, sidomos të femra që janë në ato situata, e mendon që mundet i ndodh çdo njeri. Edhe fatkeqësisht vitet e fundit janë shtu shumë. Sidomos jo vetëm vendet e punës, po sidomos kur janë me këta fëmijë minoren ose që janë underage, thonë, ata janë shumë të shëmtuar edhe pa përmendur emra edhe çështje, domethënë mund ta ndash në ndonjë histori? Po, patjetër, kam 2 histori që janë shumë të rënditse në këtë kohë. Tani kemi një 4 muaj që kemi filluar një proces gjyqësor me Sinai Grace Hospital. Dhe kemi hedhur në gjyq për $150 milion, sepse spitali dhe institucioni spitalit kishte një infermier atje, që infermier apo infermier burr. Edhe ai është në burg tani, mundet ta shikoni, e ka emrin Wilfredo Berrios Figueroa, ishte në Detroit. Dhe kur kishte pacient atje i dhunonte dhe në rastin e klientës time e ka përdhunuar, e ka droguar dhe e ka përdhunuar histori shumë e rëndë. Ajo ishte thjesht 24 vjeç, ka një fëmijë, shkoi në spital sepse kishte një problem dhe doli nga spitali e traumatizuar. O zoti ma. Po, dhe ajo, domethënë, nga injeksioni që i dhan, që i dha ai, u zgjua në mes të gjës dhe e përjetoi të gjithë. Dramatizuar. Edhe spitali e ka lënë këtë infermier që të bëj gjithë të gjëra pas një lloj supervising, pas një lloj, domethënë, ai miqërie, dhe ai ka pasur probleme më përpara për vite të tëra. S'ka pas, domethënë, complaints më përpara, domethënë ankesa. Edhe s'ka pas gjë. Dhe Livonia Police Department e ka investiguar, ka pasur një rekord dhe ata prapë kanë marrë në punë. Këto gjana pra ndodhin edhe në Amerikë. Ndodhin në Amerikë. Kemi një çështje tjetër, ai është një doktor, ku klienti jon ishte në gjendje kome dhe e kishte dhunuar dhe përdhunuar, e kishte incizuar gjatë përdhunimit. E shkreta nuk dinte asnjë gjë, thjesht u zgjua nga koma, shkoi me jetën e saj, u bënën, dhe mbas 2 vjet e gjysëm e ka marrë në telefon Oakland County Sheriff's Department që ky njeri të ka përdhunuar, ai do shikoj veten tënde në incizim. Kështu që janë histori të tmerrshme që vërtet mund të ndodhin çdo ku dhe në raste shumë vulnerable, shumë sensible, sepse një njeri shkon në spital që për trajtim. Atje duhet të ndihesh më e sigurt dhe atje është ku ndodhin këto. Pra, Lara, çfarë kuptojnë me atë që po thua, që çdo njeri që të njeh edhe ty, sa herë që të ketë një problem, mos të hezitojnë, të kontaktojnë ju apo avokatin e tjerë, sepse do gjejnë mbrojtjen e duhur. Patjetër, dhe unë për veten time nuk mund të flas për avokatët e tjerë në komunitet, po unë përpiqem që t'ju kthej përgjigje të gjithëve në çfarë do lloj pyetje që kanë, edhe pse mos jetë në fushën time, unë shpeshherë i ndihmoj që ti fut në rrugën e dur, që të marrë. I rekomandon dhe vani durën, nëse është fusha jote, se si çdo fushë secili ka atë specialitetin e vet, edhe nuk është mundon ti dish të tanë, por ama ti nëse si diçka që e bën ti, jep një personi që është i duhur për atë fushë. Ndërsa më kthy pak Lara, se edhe për shikuesit, ju tha që keni në moshën 12 vjeçare. Dhe për mua është një vlerë për komunitetin shqiptar që një vajzë që vjen nga Shqipëria në moshën 12 vjeçare vazhdon të flasë gjuhën shqipe, kaq bukur, dhe
Jo vetëm atë, po i nep këshilla komunitetit shqiptar, sa herë që kanë nevojë, jo vetëm prej Oda Podcast, po dhe në jetën e përditshme, dhe shqiptarët gjenë mbështetjen të ju, dhe është një merit e jotja individuale, por dhe merit e diasporës tonë, sepse kështu ndërtu diaspora me vajza si ju dhe me djemë tjerë të cilët kanë profesione të ndryshme. Kisha pas që për publikun me na diftu si erdhi, si ishte dëshira jote që të marrësh rrugën për shkollën që të jesh avokate. A ishte dëshira jote personale, e ki pas ëndër, apo ishte një vendim që zgjolle në kohën e fundit? Të them të vërtetën, asnjëherë në jetën time nuk desha të bëja diçka ndryshe. Gjithmonë që kur kam qenë e vogël, kam qenë pak kështu çapkëne që flisja shumë, mami më theshte, "O bobo, stëpyllet ajo shkret kohë." Po gjithmonë kam qenë në atë fushë, gjithmonë më ka pëlqyer shumë politika, këto ligjet, dhe sidomos me të shkuarën time, me gjitha gjërat që na kanë sjellë ku jemi këtu sot. Mendova që do isha një vlerë e shtuar për jo vetëm për komunitetin tim, por për të gjithë. Për njerëzit, Po, sepse do isha një avokate shumë e denjë që sepse vërtet un jam shumë e dhimbësur edhe më dua që t'i ndihmoj njerëzit ku mundam, kështu që kjo është vërtet një gjë që mua më përmbush shumë. Do të kem pasione jo. Përpara, do të thonë, është një gjë e mirë që njeriu gjatë jetës e arrin atë ëndrrën e atij personi që ka qef të ketë edhe puna, pse jo? Ashtu është shumë e vërtetë. Në këtë rast, për shembull, për ne shqiptarët, kena avokatën këtu në Michigan, por nuk është se kena një numër shumë të madh. Pra na kena të nevojshëm të kemi avokate si ju, që në kjo se kena nej problem nga ana e aksidenteve, si e thot ju, ose nga rëzona dikon, ose dhe në abuzime seksuale, sepse kena shumë fëmijë tonë që janë në për shkolla, ose janë në për punë, ose edhe gratë, ose burrat që kanë ndoshta probleme të tilla se jetojmë në një vend, me thënë drejtën, shumë demokratik, por është një numër shumë i madh njerëzish dhe që nuk ka në këtë vend. Pra, shoqërit duhet me thënë që kena edhe Lauren këto, që në kjo se kena nevojë, i drejtohena dhe gjejmë ndihmën e duhur. Laura, se tash i dim kur marrin për shkakun se ti the në fushën e këtyre aksidenteve, domethënë të makinave, inshuranca është ajo numër 1 që është e rëndësishme. Çka këshillash mundesh mi dhanë shikuesave tanë të shtetit të Michiganit në lidhje me kur blehen këto sigurime? Ç'a duhet të kenë parasysh, sepse jo të tanë i dim ligjet, pavarësisht se e kena pakat e krenarina, thojmë i dim të tana. Gjitha i por ose më ka thënë njeni në kafe, por sinqerisht këto këshilla janë me shumë vlerë, sepse të noll, mos o zot t'i nolli një njeriut, por në qoftë se të noll, mos të ngelesh që të thosh, nuk kualifikohesh sepse s'ke këtë gjë ose se ke këtë të sakt, edhe ajo është dopjo dhimbje, më thënë, sa është gjynaf se i bajmë prej pa ditueshmërisë. Ashtu është, Manjola, dhe prandaj për mua ishte shumë e rëndësishme sot, sepse desha kur të vija këtu, desha që të kisha diçka që t'i ofroja komunitetit që të paktën të merrte disa këshilla të vlefshme, dhe këto kompanitë e sigurimit janë vërtet aq sa të dobishme dhe aq sa të nevojshme janë, edhe ndonjëherë shumë stresuese dhe ju sjellin njerëzve më shumë dhimbje se ç'duhet, kështu që disa gjëra të ndryshme që njerëzit duhet i dinë para se t'i bëjnë këto zgjedhje. Numër 1 është inshurenca e makinës që zgjedhin kompania e sigurimit. Disa kompani të sigurimit nuk janë të gjitha njësoj. Po, s'janë të një niveli. Nuk janë të një niveli, edhe pse diçka mundet jetë më e lirë, nuk do të thotë që është më e mirë, edhe në fund t'i paguan më shumë, sepse zgjodhe një inshurencë që nuk është më e mirë. Cure Insurance është një nga këto inshurenca, Cure Auto. Kjo Cure është një inshurencë e re që është prezantuar në Michigan tani, dhe ka sjell shumë probleme për njerëzit, sepse këta marketojnë që të marrin njerëz që
kanë të ardhura të mira sepse ju japin kota që janë pak më të lira, pastaj në fund gjithmonë pothuajse gjithmonë e bëjnë denied ato claiming edhe njerëzit mbeten pa inshurancë. Kështu që kompania jonë është po bëjmë një punë shumë të mirë që t'i informojmë njerëzit për këtë punën e kësaj inshurance, sepse vërtet ka qenë një problem shumë i madh këto 2 viteve. Kështu që për mendimin tim, çfarë do t'i thesha unë komunitetit tim që përpiquni që ta mos e merrni këtë lloj inshurance kur nuk mundeni, sepse shumicën e kohës ju sjell probleme. Një tjetër këshill shumë e vlefshme është për aplikimin, kur e bëni aplikimin për sigurimin e makinave. Në shumë tani sa po shikoje prap në lajme në Channel 4, po theshte që ishte një mama që kishte bërë një aksident makinash dhe vajza e saj ishte në makinë me të. Dhe kur e morje inshurancën në telefon që kemi bërë claimin, inshuranca e bëri cancel të gjithë domethënë policin që kishte atë raportin, sepse thanë që ti nuk e ke futur vajzën tënde 12 vjeçare në rezidentet që jetojnë me ty. Wow. Dhe në këto raste të thonë që ti ke bërë fraud. Po se i ke bërë diçka falso. Po, falso sepse nuk I ke fut njerëzit që jetojnë me ty. A është e ligjshme kjo? Është tamam falso apo ato pretendojnë që është falso? Është do t'i jap një përgjigje avokatësh, po varet. Domethënë ata pretendojnë që është e palishme dhe pastaj duhet të shkojnë në gjyq dhe gjykatësi e vendos në qoftë se ishte vërtet. Po kanë dalë shumë çështje tani nga gjykatat e larta të Michiganit që fatkeqësisht thonë që po, është e lishme që ta bëjnë këtë gjë. Prandaj është e lishme ta bëjnë. Po, edhe është shumë më e rëndësishme që njerëzit ti dinë këto gjëra që edhe po ta kesh për shembull djali im I vogël është thjesht 4 vjeç. Por unë kur e bëra renewed atë inshurancën, e mora atë në telefon agentin tim dhe I thash please Siguroj që ti kesh fëmijët atje. Edhe pse ata nuk ngasin makinë. Po pra unë kam ditë që I fut në inshurancë atëherë kur arrin moshën për patent. Po jo para patentet. Jo, duhet I futesh që kur janë domethënë po të jetojnë njëri me ty, po të jetë resident relative, duhet ta futesh as resident relative. Dhe kjo është një gjë që shumë njerëzve I thonë, too bad. Po mirë, Lara, ta bëj një pyetje me që jena këtu të inshurancat, edhe mendoj që dhe publiku është interesuar. Po sikur unë, për shembull, jam me makinë me Elvisin sot, kam shëtit me Elvisin, dhe ndodhi një aksident. Elvisi nuk më ka mundë siguracionin e tij. Tani inshuranca Elvisit ka detyrim të më mbrojë mua apo jo? Ka më përpara se ligjet kanë ndryshuar pak. Në para 2021-shit, po, e kishte për detyrim, para 2019-s në fakt, e kishte në detyrim që të mbronte. Governatorja jonë bëri ca ndryshime të ligjës, dhe tani, në qoftë se ti je në makinë me një shok dhe shoku tënd pënget makinën dhe u bë një aksident, inshuranca jote personale të mbron ty. Shumë në qoftë se ti ke makinë dhe ti ke inshurancë, no fault insurance, edhe pse nuk ke makinën tënde, inshuranca jote të mbron. Në qoftë se ti nuk ke inshurancë dhe nuk ke makinë, është inshuranca e një njeriu që të jeton të shtëpisë që e ke relative, që e ke domethënë të gjakut, ose gruan, ose fëmijët, ose baba, nana, po, ose motra, vllai. Po të mos kesh fare këtë opsion, atëherë të mbron Shteti I Michiganit ka një
një fond prej $150,000 që të mbron ty deri në faj. Pse ka, ose unë se di, domethënë që nëse s'ke asnjë të del, pastaj prap ka fondet që mbron këto njerëz? Po, ka shteti Michiganit ka një fond për njerëzit që nuk kanë inshurancë, po nuk duhet t'jesh ti duke ngar makinën, po t'jesh pasagjer ose t'jesh pedestrian, domethënë njerëzit që ecin. Po. Unë mendoj personalisht, Laura, shqyr që janë avokatit, sepse inshurancat, mendoj, janë organizata, si me thanë, janë ma në një farë pikë pak Jack Pierce, sepse dojnë me të marrë çdo gjë apo jo me ta. Ashtu është. Sepse mundojnë me shtryll njerion ose atë parën që ja marrë njeriu në maksimum dhe nuk kanë që me pagu kur në aksidenti. Unë kam pas disa raste këtu në Amerikë, se unë jetoj për 30 vite në Amerikë, edhe kam menduar se është krejt e thjeshtë ajo punë, ku ka punat që kam pas një aksident, a kanë shumë e vështirë që unë pa avokat të mroja veten. Pra, shqyr që janë avokatë, sepse inshurancat për mendimin tim janë shumë të shtrenjta, sidomos në Michigan, janë shumë të shtrenjta, edhe kur vjen puna për me reimburse individit, neglizhojnë shumë. Edhe nuk duan të paguajnë gjejnë çdo arsye që munden që mos paguajnë, dhe njerëzit nuk e dinë që kanë shumë benefite të ndryshme, shumë përfitime që nuk do ta dini nëse nuk ishte për avokat. Për shembull, është një benefit që thot që ka emrin mini tort claim. Dhe kjo është kur ti dëmton makinën. Për shembull, bën një aksident dhe ti nuk je në faj, është dikush tjetër që është në faj. Kjo mini tort claim ty të mbulon deri në $3,000 për dëmtimet e makinës. Për shembull, inshurenca e makinës të atij që të goditi ty, duhet të paguaj ty deri në $3,000 që të mbulon ose deductible të makinës tënde, ose po të mos kesh ti collision coverage të mbulon deri në $3,000 të tëra dëmtimet që ka makina. Edhe pse mos jesh i dëmtuar ti. Kështu që unë shumë njerëz përpiqem që t'i ndihmoj me këtë gjë, unë ja u bëj komplet free, nuk ja mbaj fare lekët për këtë punë, sepse është një gjë që është shumë e thjeshtë për ta bërë dhe kam kënaqësi t'i ndihmoj njerëzit me këtë gjë, kështu që edhe po të kesh pasur një aksident që është dëmtuar makina dhe ti nuk je dëmtuar, për shembull, sepse di çështje që dëmtu makina është bototull, por shuma që ka dhënë inshuranca për makinën është më e vogël se sa i ke borxh makinës. Kjo mbulohet nga ky $3,000 apo jo? Po. Kështu që në çdo gap që ke ti. Po, nëse nuk e ke ble këtë gap insurance, ato të thonë domethënë do you have a gap insurance? Po nëse nuk e ke të blerë, se kjo është diçka që e blen ekstra gap insurance. Po. Kjo funksionon si punë e gap insurance. Funksionon si gap insurance. Kjo funksionon, po kjo nuk vjen nga inshurenca jote, kjo vjen nga inshurenca e atij që të goditi. Kështu që po ti je ti në fault, nuk i merr. Por nëse nuk je në fault, duhet ta marrësh diferencën që shumë njerëz i paguajnë nga xhepi, sepse kur i thonë banka do lekët të vet që të paguhet makina. Informacion shumë i vlefshëm. Unë mendoj ta bëjmë fije më të qetë, më relax i fije podcast. Jo, se këto janë informacione se sidomos për ne këto janë informacione janë shumë e vlerë, sepse njerëzit nuk dinë as ku me pyet herë për këto informacione. Edhe jo tan avokatët, në fakt, du me tregu këtë, sepse jo tan avokatët japin këtë lloj informacionit. Sepse disa e bëjnë edhe thjesht për kursim kohe, se s'do me bë letra, se normalisht ky $3,000 që nuk vjen kështu me frymë shenjte, po duhet plotësohen disa formulare, jo të ta ndojmë me plotësu këto, edhe ja vlen. Derisa më thonë, prej fjalën mos si ma zive jetën. Po ma zive jetën, po ta presoroni, që ma prejë. Derisa më thonë që në këtë rast shqiptarët që janë këto, Sparkut, mundën me kontaktu Laurën në Facebook dhe në Instagram, dhe kur kanë e pyetje mundën me i çu mesazh në siguri. Sepse Laura tha që është me këtë dishmëri që të ndihmoj çdo njeri që është në një problem me makinë, me aksident apo në një problem tjetër. Derisa tani me thonë diçka tjetër, përveç punës dhe profesionin që ke,
gjithë, po veçanërisht ju jeni edhe nanë, keni 2 fëmijë, keni edhe bashkëshortin dhe e kuptoj sa e zonën është dita jote, është shumë e ngarkuar. Po a keni diçka në hobi, në diçka që bëni jashtë kësaj punës apo jetës tuaj, keni diçka që mundeni me nda me ne apo jo? Po, patjetër, unë jam shumë e fatë në fakt sepse edhe pse jam shumë e zënë, kam shumë ndihmë nga njerëz që më duan shumë, bashkëshorti im ai është një bab shumë i devotshëm për fëmijët e tij edhe më ndihmon shumë që jeta ime mos ketë shumë kaos, edhe ngarkesë, kështu që unë po kam shumë hobi të ndryshme, kam shumë qejf që të fitness, kam shumë qejf, bëj shumë peshngritje, pilates, gjërat kështu i kam shumë qejf, të lexoj, të shkuam në ndeshja e FIFA-s, u kënaqëm shumë, ishte shumë të Kroacisë. Fat Kroaci. Dhe na fitoi Kroacia, ishte shumë bukur, po jam shumë ngarkuar, po jeta, siç po flisnim më përpara bashk, Mark, që kur bën diçka me pasion, nuk të duket si punë, të duket si pjesë e jetës. Arsyeja pse pyeta Laura është sepse ne këto që jetojmë në Amerikë, na ka dalë nami, sikur na vetëm punojmë. Nuk bëjmë gjatë tjetër. Punë shumë. Prandaj apo ata që ti tregosh edhe publikut se na jo vetëm që kena profesionet tona dhe punojmë, po bëjmë edhe gjëra që kena qejf. Po në këtë rast ashtu është. Jo, ne bëjmë pak nga të gjitha. Normal, pak nga të gjitha. Por arsyeja pse njerëzit mendojnë që në Amerikë në dhe kundër të thojnë, në Amerikë vetëm punoj, por harrojnë se në Amerikë ne i bëjmë gjonat me statistika të janë të orientume, me orar, me program, me schedule, kurse në Shqipëri për shembull nuk në Shqipëri mund të shku te lagja, i gjeni 20 vend kafe, kurse këto duhet ta thrasësh Markun, Manjolen, Larën për kafe, domethënë çdo gjë është e organizuar. Prandaj na i bën përshtypje shumë njerëzve që vinë nga Shqipëria, si e bani këtë jetë kështu. Jeta është në rregull, thotë, jeta është tamam. Po ne në pëlqen se ndoshta nga jena mësu, por me kënaqësi, sepse janë kanë kaluar shumë vite, por prap më duket më mirë me punu fort edhe me shiju fort, sepse na jena të zot kur i thojnë me udhtu, me shku me pa një ndeshje futbollit, me shku me gjejnë kohën për përgjimin, jo se s'po gjejnë ato në Shqipëri, po kisha thënë ndoshta ajo klasa mesme nuk shijon aq shumë ose s'ka kohë për me e bë këto gjëra që na mundën na mi bë këtu edhe pse jena në një klasë të mesme. Udhtimet i bë? Po, kemi shumë qejf, shkojmë në udhëtime shumë. Në Shqipëri? Në Shqipëri do shkojmë next year, kemi lënë vitin tjetër, s'kemi shkuar në Shqipëri, ka kaluar pak kohë, po fëmijët i kanë pasur të vegjël, dhe tani mezi po pres që ti të shikoj ku është rritur mami, ku është rritur babi, të tregoj Korçën, Krujën. Shumë bukur. Laura, unë kisha një pyetje tjetër, është pak më personale. Bashkëshorti ju është muzikant. Në ta në njohim, është shumë i talentuar. E përshëndes Merindin, është shumë djalë fantastik, një muzikant shumë fantastik. Por janë dy profesionet të kundërta. Ti avokat dhe muzikant. Keni arrit në një, si më thon, në një ujdi njëri me tjetrin që nuk ka rëndësi ose nuk kanë në jetën tuaj të përditshme, sepse ai ka herë oltan, shkon në këtej, shkon në Toronto, shkon në shtetet tjera të Amerikës. Pra, keni gjetur atë mirëkuptimin njëri me tjetrin, nga që keni 2 fëmijë të vegjël? Po. Ka funksionuar mirë? Po, ne nesër në fakt bëjmë 11 vjet bashk. Wow. Dhe happy anniversary. Thank you. Dhe dua të them që në asnjë sekond nuk ka qenë e vështirë me Erindin, sepse Erindi është njeri që çdo gjë është sakrifikon për familjen dhe bën për familjen, dhe puna e tij edhe pse shkon shumë dhe është gjithë në lëvizje, na jep neve atë kohën edhe si thon flexibility
që unë mundet të punoj dhe ai mundet të shikoj fëmijët gjatë javës dhe të ndihmoj mua që ai të shkoj pastaj dhe të bëj atë jetën e tij muzikante. Kështu që është një mix perfekt për ne dhe prandaj besoj që kemi kualitet të jetës kaq të mirë nga ajo gjë që ne të dy e balancojmë njëri tjetrin me fëmijët. Po, unë e kuptoj këtë shumë mirë që e balanconi, sepse kur keni balancu rindi nga kryja e ju nga korça, domethënë kjo tjetër do të ishte kanë shumë më kollajt. Po, unë për veten time jam shumë e fat që jam nuse kryje, dua shumë krytanët janë njerëz shumë të mirë edhe vërtet jemi shumë ndryshe, po ata janë shumë zemërgjër, njerëz të butë. Janë një qefit, këta. Janë shumë për muzikën, për këtë janë e hengji. Ashtu është, kështu që për mua ne jemi perfect match. Perfect match, yes. Ska ma bukur. Marko e tha, me të vërtetë se unë e rindin kam pas fatin me njoft kur i thonë që fëmij, edhe sepse shoki ngusht me Elvisin, është do të thonë tamam si vlla e kam edhe rindin, super djalë, pak i ka shokët i rindi. Sinqerisht e tham, jo se është burri jot, jo se e njoh, po prej mend ndoshta në këtë komunitet rindi ka shok të rrallë. Ashtu është super. Ndi po rindi nuk ardhi në podcast, më me Laura më para rindi. Tash rindi do t'ja bëj një thirrje. Mas ja rrit vlera shumë. Rindi si ka qef intervistat, sepse rindin as nuk e kisha vënë, domethënë as nuk e do e diskutosha që rindi do ishte këtu, por nuk ka shumë qef për me fol, se ka aq shumë talent sa nuk ja kalon kush në Amerikë, për në Shqipni si njof, po për në Amerikë që i njof nuk ja kalon kush rindit në Amerikë, edhe e di që do vinte rindi, por rindin e kena kundra kamerave edhe s'ka qef me fol për vedin. Kundra Instagramit, kundra social media, kundra të gjitha. Po, bajnë një shumë personale. Shumë, ai e vlerëson shumë atë privatësinë e tij, kështu që. Jo, ka, domethënë kur i kujtoj tash kujtime, domethënë ishin shumë të ri me Elvisin, dhe lojnat ato të historit zot, super këngë. Kena bashkëpunim në fakt, e kam një këngë bashkëpunim, unë Elvisi edhe Rindi kena bë një këngë që e kam këthone, normalisht shkrimin e kena bë tanka i strof, muzikën Elvisi me Rindin, super djalë, fjalë pa fund për te. Por ka marrë dhe ka gjithë manat e perfect match, sepse shqipeti jeni nërthur aq bukur, sa edhe pse jeni në dy degë të ndryshme, kur i thënë po ajo polet e ndryshme janë tërheqse, jo ato që janë të njëjta. Ashtu është, opposite attract, si thonë amerikanët. Po. Laura, këtu në komunitetin shqiptar kena dërshi rini që shkojnë për shkolla, dhe çdo i ri ka qef që të njeku një rrugë, dikush për doktor, dikush për avokat, dikush për inxhinier, sepse e kuptojnë që shkolla është vetëm mundësi dhe rrugë që të kesh një jetë shumë më të rehatshme. Cili është një mesazh i juaj që mundi më dhënë rinisë tonë shqiptare këtu, që ti napesh pak kurajo, që edhe pse shkolla është kajherë vështirë dhe ka problemet e veta, ti napesh një motivim, një kurajo që edhe rinia jonë këtu shqiptare të kryej shkollat e larta dhe të kenë një status në jetën e tyre. E di Mark, unë nuk kam këshill, e di pse nuk kam këshill, sepse unë të gjithë brezin tonë që e di që janë në Amerikë dhe janë lindur në Amerikë, të gjithë janë të suksesshëm. Të gjithë janë ose doktor, ose dentist, ose avokat, ose inxhinier, të gjithë kanë luftuar shumë për një jetë më të mirë. Shumë, dhe ja kanë shpërblyer prindërve të tyre gjithë sakrificën që kanë bërë. Kështu që për të rinjt unë nuk kam asnjë lloj këshille, sepse unë nuk mendoj se unë jam ndonjë rast i veçantë. Kupton, unë them që gjithë brezi jon ka luftuar shumë
edhe për t'i shpërblyer prindërve, ne kemi pasur gjithmonë atë pressure, si thonë atë presionin që ti jemi sa më të mirë, notat më të mira, që ti kënaqësh prindit e ti bësh krenar, dhe besoj që ja kemi arritur deri në një fakt. Është vërtet, sepse tan brezi këtyre janë të marrë shkollat. Është super vërtet. Modestia është një vërtet shumë i vlefshëm për çdo individ. Dhe modestia jote e tregon këtë gjë, por të jesh avokate në Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk është një hap i vogël, sepse arrihet vetëm me punë të madhe, arrihet me shumë energji dhe dedikim dhe disiplinë. Pra, kjo modestia jote është në një nivel shumë të lartë dhe e vlefshme, por ti je një shembull për rinin ton, dhe unë uroj që rinia që të shef ty këtu në Shtetin e Michiganit të njekun hapa tuj, se dhe ato një ditë të kenë statusin e avokatës apo dhe një dek tjetër, por vetëm me studim, vetëm me shkollën e lartë, sepse vetëm ashtu mundesh me arrit. Dhe unë të përgëzoj që ti ke dhënë shembullin jo vetëm individual dhe në familjen tonë e kiba kenare, por gjithashtu dhe në shoqërinë tonë shqiptare, sepse këtu rinia kërkojnë individ që t'i përngjajnë atyre. Dhe ka me pas shumë raste në këtë rast që janë vajza këtu edhe djemë të ri që kanë qenë se njekon rrugën tënde. Dhe kjo është një meritë e jotja dhe një fat i joni në diasporën e Michiganit. Shumë faleminderit. Laura, përveç këtyre këshillat se Marku të tha për rinin, por kush janë përveç këtyre që the për ligjet, sepse unë pëlqen t'i di. Sa me hap librin, më mirë marrë kështu direkt për ty kurse në kohën të hapi librat, edhe pse jo, nga i herë në fakt me thanë drejten nuk ja dim vlerën e këshillave, sepse ta mama e dina, por për i mend pa me kur e ke fal, ja vlen me një, jo i herë, po 100 herë, sepse nuk mundesh me keni ditur në të në drejtimet. Edhe na falë Zotit i marrim, i kena prej fushave të ndryshme, edhe pse mos me një atë këshillen që i ndihmon aty nëse në fundit nesna nuk na bën gjë nerë, por është edukat, është kulturë, është dituni. Ashtu është. Kështu që ja vlen të ndëgjojmë to këshilla ekspertash, sepse me këtë, se është ajo shpreha, me këtë punë habu. Ashtu është. Edhe s'ka më mirë. Po. Kam një pyetje tjetër. Jo, isha të prit këshillën djali. Më fal. Kam dhe një këshill tjetër që është shumë e rëndësishme. Zakonisht kur vjen koha, kur bën një aksident, edhe një njeri tjetër të godit ty që është at fault, që i themi ne që është në faj, ai njeri ka një sigurim të caktuar që ka paguar primin si që ke paguar ti. Varet, ka njerëz që mundet të kenë një insurance që nuk është shumë e mirë. Dhe mundet të kenë thjesht $50,000 coverage dhe ti që oftë të larkë shala nuk i ndodh asnjëri ju, po mundet të ketë dëmtime shumë se $50,000. Çfarë ndodh me ty në atë pikë kur ai njeri ka vetëm aq dhe ti të duan më shumë. Kjo është shumë e rëndësishme dhe ja sugjeroj të gjithë shqiptarëve që të investojnë në kjo gjë sepse vërtet të në ca raste të shpëton jetën. Janë dy lloj përfitime ose claims që mundet të kesh ti në inshurancën tënde. Një është uninsured benefits. Kjo është uninsured motorist coverage. Kur një njeri kur ty të godet një njeri që s'ka insurance fare, edhe kjo ndodh, më shumë se ç'duhet të ndodh, por që ndodh. Edhe në ato raste ti ke nga insuranca jote je mbuluar me ata uninsured. Dhe varet kanë, domethënë, mundet të kesh $50,000 deri në $100,000 coverage, mundet të marrësh më shumë mundet të marrësh deri në $500,000 që ta kesh ti në qoftë se ai një njeri nuk ka. Është edhe një që
e ka emrin underinsured motorist coverage, që një njeri që ka pak insurance, për shembull në raste në Michigan minimumi është $50,000. Edhe po ta ketë thjesht minimumin, ti mundet të kesh 250,000 që ty të shkon te jotja ekstra. Por në qoftë se 250 që është maksimumi, nuk është se ke benefite tjera. Ka coverage deri në 500,000, mundet ta bësh 500,000 deri në 1 milion varet, domethënë sa e ke buxhetin ti që ti ta marrësh këtë premium, po unë në shumë raste ja u rekomandoj të gjithëve që ta marrin këtë lloj sigurimi, sepse është shumë e rëndësishme, sepse nuk I dihet. Vërtet. Mos o zot, por në qoftë se ndodh duhet të jesh I mbuluar. Po. Tash mundesh me bë pyetjen. E harromi pyetjen tani. U bëj gjysore, jo di aty fol. Edhe më vjen më bë pyetje. Informacione sepse shumë njerëz I marrin pa dashje ose thjesht sepse me të vërtetë janë inshuranca të shtrenjta, edhe me kursy një cent se tash janë tan me kuptimin hallexhi sepse tan punojnë edhe janë parë që shkojnë. Mos o zot ti përdorësh, po të duken sikur se po I hell. Po, vërtet është investim. Vazhdoni. Sorry, Mark. Aja pyetja që derisa më pyetën ishte kjo. Sepse mendoj që njerëzit janë të interesuar, shumica e njerëzve mendojnë që kur e bën hire, kur e merr një avokat, duhet ta paguash fill. Por unë me sa di, mënyra se si funksionojnë sidomos në këtë degën tuaj për aksidentet, ju nuk paguani deri që paguhet klienti. A ka mundësi më na shpjegoj pak për publikun? Po. Për këtë se si funksionon? Kjo është një pyetje shumë e rëndësishme në fakt. Në Michigan për këta avokatët civil, për avokatët që merren me personal injury, me dëmtime personale, është një lloj fije që është, domethënë, është vendosur nga është standard, është shumë avokate përdorin këtë si një mënyrë që të marrin çështje që mos më paguaj mua, po thjesht është standarde. Është standarde dhe është e vendosur nga gjykata e lartë. Dhe I thon contingency fee. Dhe ne nuk paguajmë derisa fitojmë çështjen, dhe ajo është një paguani. Po. Dhe ajo është një e treta e shumës, po, e shpërblimit, dhe ne në fakt edhe këto kostot e çështjes, domethënë I paguajmë ne. Në shumë çështje mundet të duhet një ekspert ndërtimi, për shembull kam unë këto construction cases që bien punojnë se këto. Ne për shembull I hedhim këto kostet e ekspertëve dhe I paguajmë të gjitha nga xhepi. Po, më dhe në fond. Në fund I qen nga shuma. Po kjo lehtëson edhe klientin këtë rast, sepse në kjo se unë bëj aksident dhe nuk kam të ardhurën të paguaj avokatin, nuk kam nevojë të paguaj në këtë rast, domethënë ju mi kryeni të gjitha detyrimet, dhe me mbroni në gjykat, dhe në fond kur siguracioni më pagun mu, ju merrni atë pjesën tuaj, marr pjesën teme. Po ajo tjetër do të thotë që mundohen me marr sa më shumë, se sa më shumë të marrësh ti, është më shumë I takon edhe tyre. Ata që punon edhe më shumë për caseën për me fitu, domethënë maksimumin e case. Sepse është ndryshe manual me këta që janë criminal attorneys, me avokatin që janë kriminal, se avokatin që janë për krime të rënda ose tjera, duhet me pagu në dorë fill. Dhe kjo është një diçka tjetër, prandaj na mendohet që një pjesë e publikut ndoshta nuk e din, edhe Lara shpjegoi shumë mirë që publikut njihet më mirë se kjo se ka një problem me aksident, mos më s'kam lek me pagu avokatin. Se jo të tani në të rregullat edhe jo të tanë të japim informacionet e sakta. Munden direkt me kontaktu Larën, edhe Lara më dhe ja shpjegon edhe e merr. Dhe ka raste që po ta humbësh çështjen, po e humbëm çështjen. Nuk ndodh shumë, po. Në raste që nuk paguan asnjë gjë, është risku thjesht I avokatit. Po. Nolla nuk ndodh shpesh. Ka raste për shembull çështje që kanë
risk të ndryshëm këto çështje që janë slip and fall. Aksidentet e makinave zakonisht, jo, po ne jemi selektiv me çështjet që marrim. Po normal, se do mos sigurohet Laura, se për të më dalë një fije për kësaj temë të profesionit tanë kam qefi fije e përzi, të patë parasysh se bashkëshorten e keni muzikant. Po. Kisha qef me ditë përveç se këngës kurçare dhe serenadave kurçare, cila është pjesë muzikë shqiptare që pëlqen më shumë apo në gjell më shumë? Unë dëgjoj, e kam shumë qef muzikën shqiptare, dëgjoj shumë, dhe jo vetëm nga bashkëshorti, po mua më pëlqen shumë, unë vdes të kërcej, unë i ditë gjitha vallet, Sa bukur. Edhe unë kështu s'ma jep fare për muzikë, por kam ritëm, unë të kërcej bukur, i ditë të gjitha vallet e Korçës, mundet i kërcej, kështu që muzika popullore pogonishtet janë, këto pogonishtet që janë këtu të Sa keni ju kurçare ditë, a keni ju kurçare muzika që... Dëgjoj se ka nusën kurçare ky për Ja, ti keni më vanë, keni ju kurçare që i bani ju mesh ku shqiptari fije ma për vete. Vërtet? Nuk e di që është sekret, unë e bashkëshorten kurçare kam, po ala nuk e di se pse e keni ju atë andëlsinë në fije që të hekni me... E po tani po të ta thekë, duke të ta mbaj sekret. Tash me se Rindi s'ka me në ardhë në intervistë. Jo, unë më dhe që Rindi ka mundësi që do vinë, se unë e kam qef me kam ngullë, se Rindi është pjesë e komunitetit. Pa tjetër, i ka lanë atë shumë komunitetit sa... Dhe do ishte kënë shumë një edhe privilegj për ne që ta kena Rindin. Vetëm qose na bjen Laura. Do ta bindim. Po Laura të kenë se Laura është avukat, dhe binë a i gjykatësit, më nëjë se duhet përnej pak me Rindin. Kjo ishte e bukur, kjo ishte pike e bukur. Qose mush mendhen një gjykatësi, tash i mos të Rindi ti. Rindi është i vështirë, po do ta bindim, do ta sjellim. Edhe unë mendoj si ty që duhet jetë këtu, sepse ai është pjesë e komunitetit tonë, është vlerë e komunitetit në Shqipëri. Ka në njëri fëmijë i ka marrë atë veshin, se veshin e ka absolut Rindi për muzikë. I kanë gjanë njëri nga djemt? Dita them akoma. Ashtë akoma, janë të vegjël akoma. Janë të vegjël, ai vogli ka shumë qef, është 3 vjeç, vdes për Michael Jackson. I di të gjithë këngët, i di të gjithë lëvizjet, edhe i pëlqen aq shumë. Ndoshta, maybe, po se di. Ashtë akoma herë të tregojmë? Po, nuk ja kemi zbuluar akoma talentin, nuk e di. Ishallah kam, sepse ai vërtet e ka një gjë të lindur e Rindi dhe është... E ka absolut. Si e keni ndo aty pjesën të shtëpia juaj? Rindi ka ata velat muzikore, studion, organon, pianon që ka, dhe ti në vëmë dhe ke letrat dhe dosje. Ashtu e kemi, vërtet ai ka ndërtuar një studio të re në shtëpinë tonë, që të re që kemi për tani, dhe e ka bërë studion si profesionist. Unë nuk futën nga i në fare. Dhe ti ke vëmë tjetër me letra, me dosje, me gjithë dosjet. Ati në kene atë Rindi në lomën tane. Po, edhe Rindi s'ka punët. Po, e kemi të ndara të 2 punët tonë. Edhe fëmija kanë lomën e vetë me lojnat. Po, pa tjetër. Çdo njeri në punën e vetë. Shumë bukur. Është familje shqiptare janë bukra dhe pikë. Kena... Tash në mundën me fol tanë natën, por sinqerisht të mushet zemra plot, kur kena njerëz si ti që flasin me kaq dashni edhe janë trujtur na kaq mirë këto traditat familjare, këto traditat shqiptare, edhe pse jena ke ardhur fëmijë, edhe Rindi relativisht fëmijë ka ardhur, se tash saksisht nuk e di, edhe vazhdon, shipen të 2 ujë e keni, fëmija zemra plot, është me të vërtet, është bukur, ndoshta unë prap them, si në Amerikë, s'mundë me thanë për shtetet tjera, por për këtu në Michigan, nuk ma do mendja që ka shtet në Evropë, që i manë traditat, ose shipen, ose zakonet, kaq të bukra, kaq të forta sa i majmë në Amerikë. Mendim personal, por... Si e tha Manjola,
kur kena hapur në podcast, e kena menduar si një drejtare për emigrantat. Dhe më thanë, jo vetëm për Michigan dhe në Amerikë, por për emigrantat ku janë në Evropë, në Australi, gjithkund. Diaspora. Sepse kena nevojë që ta ngrijmë zonin, të tregojmë edhe na për jetën tonë ku jetojmë, jo vetëm si disa kanale që tregojnë ato fatkeqësinat e emigrantave apo problemet e emigrantave, por me tregu se kemi edhe emigrantë të suksesshëm, kemi shembuj që më marr mendja të gjithë suksesin që e kanë emigrantat dhe ju personalisht, në radhë parë jenë sepse kena rrinë Shqipni, kena marrë një edukat familjare, një universitet pa diplome quajon, që jo shumë shtete e kanë atë që kemi ne, prandaj dhe arrijmë të kena suksese, sepse kuptojmë se e para është familja, pastaj është shkolla, pastaj është edhe karriera. Pra ju jeni një shembull i asaj vajzës shqiptare që na herë pas here e flasim të në Oda Podcast, ku ka gjithkund vajza shqiptare, edhe në Zvicër, në Gjermani, në Itali, në Kanada, në Australi, që janë shembuj dhe na bajnë ne si kom krenar herë pas here me arritjet e tyre, dhe ti je një shembull që uroj që vajzat tona shqiptare të njekun rrugën tënde. Shumë faleminderit. Laura, unë kam marrë edhe një sekret tjetër, se si e shpjegume pak më përpara, Elvisi me Rindin janë në shok, edhe ka dalë sekreti nga Rindi. Që sekret? Nuk e di asën. Të ma pruni truni, dhe mu ma pruni për vones. Por më njëlla më falë pra, se thonë sekretin, pa habithem, se para pak dhesh më këthanë Mark, unë jam një ri që i moj sekretet, nuk i djeri sekretet heq. Kështi, këtë du me e dzem. Kjo sekret nuk panin dhe shumë e Laura, Elvisi. Kjo sekret ka mani shumë njerës. Qa është kjo sekret? Pak miliona në përbot kanë me mi, për nuk ka problem. Ka dalë sekreti që Laura dëgjon podcast. Çdo mëngjes për në fund dëgjon një podcast. Edhe tashi si të duket podcasti Oda Podcast? Si të duket podcasti Oda Podcast? E di që Rindi ka thënë këtë gjë, se ai e di që unë jam shumë, të them të vërtetën, unë dëgjoj të gjitha emisionet shqiptare, podcastet, politikën, nuk e di pse, po thjesht më pëlqen të jem informuar çfarë po ndodh në Shqipëri. Edhe më pëlqen shumë podcasti juaj dhe po i thisha edhe Markut të njëjtën gjë kur ishim para se të fillonim, që është shumë e rëndësishëm që të bësh diçka që ja vlen ta dëgjosh. Që nuk është, po flisnim për këtë gjë, që nuk është banale, që i mëson njerëzit ju jep diçka. Ju për shembull i përzitni njerëzit që keni në këtë podcast, nuk sillni do çado sepse kanë lek ose sepse janë me ka thënë Marko, në fakt se s'du mi avje edhe të shprehjen, por VIP nuk të bën leko. Bravo. Edhe është ditunia edhe edukata. Shumë të rëndësishme. Numër 1. Mund është me pas milionet, në qoftë se nuk je njeri, nuk ke vlera. Ashtu është. Edhe ne shpjegoj pak sekonda më përpara, që do në me kena ja dritarja, që kur të nëndin, ku do që nëndin në përbol, të shofin se sa njërës kena me vlerë. Shumë. Sepse kena arrit në një nivel, më në shqiptarët, edhe shqiptarët në Shqipëri, për parë nuk e kanë ditë se si jetojnë emigrantat. Ashtu është. Sepse nuk kanë pas në informacion. Tani me këto emisione televizive, me podcastet që po hapen, e kuptojnë që na emigrantat jena barabar si ata, por kena dhe sukseset. Ashtu. Po vërtet kena edhe humjet tona këtu në emigracion, por si e theti, jena të interesum, jo vetëm për artin dhe kulturën, por edhe për politiken, për jetën sociale, se si e kryjnë shqiptarët, jo vetëm Shqipëri dhe në troje tona, po dhe në emigracion. Ashtu është. Jena të lidhën, s'ka rëndësi çfarë status si marrim jetë. Në fundit, rrajen e kena në vendin tonë, është një diçka që na ka lënë në përgjak,
është një diçka që e kene në ADN dhe në këta mohojmë kur. Prandaj na çdo njeri, çfarë do statusi, si avokate, si punëtor i thjesht, si profesor, si muzikant, fëmijët tonë i mësoj prap që të jenë shqiptar dhe vazhdojmë të rrisin shqiptar, sepse e mendojmë që kultura shqiptare dhe tradita shqiptare është hyjnore, sepse gjën e parë ka familjen. Dhe ajo është që po hub sot në përbot, dhe jena me fat që akoma shqiptarët vazhdojnë të marrë me fanatizëm. Është shumë e vërtet dhe ne kemi shumë njerëz këtu që janë shumë të suksesshëm dhe ja vlen të dëgjosh, për shembull Suzana Shkreli, dhe Renisi, gjithë ta njerëz që vërtet duhet jemi krenar që i kemi. Kena dhe Robert Lëgjua, i cili po shkon për kongresmen. Duhet i suportojmë njerëzit tonë dhe duhet jemi krenar për shembull që kemi në komunitetin tonë. Komuniteti i Michiganit është një komunitet që është shumë i lidhur. Shumë. Edhe thjesht krenari janë të gjithë. Atë që adhuroj të rinia, të brezi i jot, është sepse ndoshta brezi pak më i madh e kanë pak xhelozin. Ndërsa brezi i juaj është më pak xheloz për njëri tjetrin. E japin atë dorën, si diskutume pak më përpara bashk, theti, disa çështje klienta ja çoj mikës time, mikja jote, mikja ime, do më thënë, edhe ajo, kur kam fol me të, më ka thënë njëjtën gjë për ty, do më thënë ti nuk di se ç'a më ka thënë ajo, edhe ajo nuk e di se ç'a më theti mu, por është kaq bukur që ajo lidhja midis njëri tjetrit është aq e fortë, edhe nuk e shofi me xhelozin që po pse t'ja çoj asaj unë, t'ja çoj këtij tjetrit, më kupton? Është bukur që i majmë ato lidhjet edhe ja japim dorën shqiptarit, mikës ton, edhe nëse se një fiq është shqiptar, më mirë t'ja çosh, do më thënë, një shqiptarit, se sa një të hujt, pse t'i shofim atë xhelozin, po ja jap, se e kemi pak, nuk mundën me thënë që nuk ekziston hiç. Ashtu është, e kemi, por besoj se gjërat po rregullohen dhe po përmirësohen shumë. E ke has në xhelozin? E di çfarë, Manjola, unë nuk jam njeri që i vej re këto gjërat, jam shumë kështu, nuk jam njeri që jam superstitious, që të jem kështu, unë thjesht i kaloj me një buzëqeshje dhe nuk i vej re gjërat, në qoftë se nuk është në familjen time, nëse sprek interesat personale. Edhe kjo se ka pa Lara në xhelozie, ka pa nga femra, se femra në xhelozie në më tjetër. Ja, mos të thuaja. Kanë që i thije me nga smu Manjola, se kur gëtë për femra, Manjola del tjel. Se një sekonda dhe këma nejnë ndin për me mprek. Por në qovë se s'ke pa në njëri xheloz, kë mund ndash që ta kalla një dorë? Pyetje shumë e vënd kjo. Unë kam qenë shumë e fatë, sepse gjatë gjithë kohës, kur isha e vogël, që kur kam ardhur në Amerikë, kam pasur një kushëri të madhe, ajo ka emrin Anisa, edhe ajo ka qenë për mua si shembull, edhe gjithmonë më ka udhëzuar, që kur kam qenë e vogël kam punuar për atë, dhe ajo është një avokate shumë e suksesshme, punon për një insurance për sigurim, është një nga partnerët që menaxhon Progressivin, edhe është shumë e shkëlqyer, po ajo ka qenë Anisa Allen, ajo ka qenë idhull për mua, sepse vërtet është fantastike, dhe ajo ka qenë e vetmja që mua gjithmonë më ka dhënë dorë, edhe sikur e ka bërë për veten e saj. Kupton, edhe unë gjithmonë jam rritur me atë frymën e saj që më ka ndihmuar shumë, edhe tani edhe motra ime e vogël është avokate, sa ka mbaruar shkollën. Nuk e kemi ditë.
Po. Ka dalë, domethënë Po, ka 6 muaj që kam mbaruar për avokat dhe ajo punon me mua tani. domethënë që na do ka me prua dhe motrën se është një brez pak më poshtë se ti. Po, ajo Se është pak ti më ke, poshtë. domethënë pak vite eksperiencë, ndërsa ajo sa ka dalë nga bankat e shkollës. Po. Kështu që e paskën edhe një vajzë Po. ta sjellim këtu. Ka, edhe kështu që domethënë të ndihmosh njëri tjetrin sidomos për ne femrat shqiptare është shumë e rëndësishme edhe dua të them diçka ti mos u mërzita, po unë them që femrat shqiptare janë të pazvendësueshme, domethënë mënyra se si jemi rritur ne, mamat tona me këtë self-sacrificing Sakrificën e madhe që bëjnë për veten e tyre që ja u vën një zero vetes edhe gjithmonë vetëm Zero për të madhe. familjen, vetëm për familjen, vetëm për fëmijët. Edhe unë shpresoj që kjo të ndryshoj pak. Shpresoj që ne si nana të reja që jemi brezi i ri t'i vëm pak rëndësi vetas. Të jemi pak më të dashura me veten tonë se më mirë është edhe për familjen, edhe për fëmijët që të rriten me atë frymën që edhe mami pse të mos ketë një hobi, pse të mos ketë një punë, pse e kuptoj që familja është shumë e rëndësishme, po çdo njeri duhet Ka nevojë. një ashtu dhe shpresoj që kjo po ndodh tani me brezat e rinj. Që më pëlqen në fakt me të thënë drejtën, një sekond, Mark, kam disa ditë se jam më e madhe se ti, dihet ajo punë, po të thush se je goca ime, edhe është e vërtet që kalojmë një jetë me sakrifica. Edhe vika një moment në jetë që thu, e di qa, është okej për me dasht veten. Është okej edhe selfish në thojza, është pak okej me kënë selfish. Me mendu se po ma njolla qa don. Ashtu është. Të bën të lumtur? Sepse s'mund ta kalosh gjithë jetën drained, më thënë, të shkatrume nga çdo ide edhe nga çdo moment i jetës. Sepse ti e di se vjen nga një familje ose nga një mami që ka kalu një jetë me sakrifica, edhe asnjë njeri se ka jetën ujë. Ashtu është, jo. Nuk i shkon dhe më thonë, sa bukur, gjithë dina për mu ly, gjithë veshim një buzëqeshje, po në fund të fundit, ndoshta mas një buzëqeshjet, kemi një mal me lot. Ashtu është. Edhe duhet me marrë një moment për me dasht veten. Shumë e rëndësishme. Sepse kjo jeta është shumë e shkurtër. Edhe po se jetove, në atë librin që do shkruajmë, të paktën ta shkruajmë nga një kapitull të bukur. Në çdo in so many Jeni ba pages. shumë serioze, jo dyja, jeni dhe nga shqyrvije. Kam qenë Por në jo, aty, por kjo se është, shumë jo, se seriozet. më pëlqej se e kapi, dhe sinqerisht e din kur vjen një moment në ditë edhe thu, jo, du mu ba pak selfish. Edhe për atë desha me kap, sepse ja vlen, edhe mos mendojmë kur t'jetë shumë vonë, sepse se bana, por më mirë me fillu që kur je, jo për me harru familjen, Jo, absolutisht po, jo. por jepi 5 minuta kohë vetes. Po, Vetëm 5 minuta. 5 minuta. Po. Aq të duhet, vetëm të kesh ato identitetin tënd, sepse kur ti ke identitetin tënd të bën një mama më të mirë, një bashkëshorte më të mirë. Jetën e jeton me më shumë, si thon, purpose, me një, nuk e di, është thjesht më mirë për të gjithë. E ndihmon dhe familjen tënde Është shumë kur ti vërtet. je më e lumtur. Shumë e vërtet. Kështu që e shpresoj që kjo të jetë një këshill që të gjithë mamat Ti dhe marrin. ta marrin 5 minuta në ditë për Atëherë, unë do ta bëj atë revise atë pyetjen që të bëri Marku, që tha një këshill për rinin. Laura s'do japin këshill rinis, po Laura do më zgjidh një grup tjetër, një këshill mamave. nënave, po, që thjesht
e kuptoj këtë sakrificën e gruas shqiptare. Kupton, kjo është një gjë që është e lindur në kulturën tonë, që mama ti e di nga Shkodra, Rozafa e madhe, domethënë, kjo është diçka që është pjesë e kulturës tonë, që mama tona bën copë për ne. Edhe shqyr Zotit që i kemi dhe janë, sidomos për mamin time, dua shumë dhe vjera ime, të dyja janë shumë japin shpirtin për ne. Dhe unë gjithmonë i them që bëj diçka për veten tënde. Zgjidh një hobi që e di për ato çfarë thua ti, ku ka hobi për ne. Po thjesht, shko pi një kafe me një shoqe, lexoj një libër, bëj diçka që të bën ty të ndihesh një njeri më i kompletuar me veten tënde. Zgjohu 10 minuta më përpara, shkoj ec pak, bëj diçka për ty. Kjo është këshilla që unë mund t'i jap çdo kund, edhe mamave të re, se unë jam një mami e re, po kjo gjë më ka ndihmuar mua shumë, është që të fokusohem pak në veten time dhe më ka bërë njëri më të dobishëm, më të lumtur, më të fortë. Se edhe në fillim çdo mama shkojmë në ajo faza që i heqim viz vetës tonë, po jeta bëhet shumë e bukur kur e do veten tënde. Mase vërtet të Marko është gati të më shamu, se me muaj ka, nuk thot gati, me muaj ka. Gati më keni ba me kja. Po kjo e mërë, ku e ki facoletin më dhe ti? No, unë e dirë të me thonë drejten, të pas përësyrë se njëfë edhe rindin, e njëfë, qyrës të kohëm duke të Amerikë, e njëfë fëmijë dhe ti, po. Ju keni 2 fëmijë po që me jetë, po mu më pëlqenë historitë e dashurisë. Po. Edhe kam qef ka herë, edhe mi në gju, edhe mi i thanë, por edhe në këtë rast me pytë. Si lini dashuria midis te dhe rindit? Ku pat? Nuk po du me hinë hosina, po paka shumë atë kapërtinën, atë i lipët bukur dashurisë, si çdo njëri ka, po në këtë rast ju dhe rindi. Po. Ne jemi takuar shumë herë bashkë në për eventet shqiptare, në për eventet private të familjes time, po asnjëherë s'kemi folur, sepse ti e di rindi është një çik. Po, është lindrojtur, i rezervuar. Po, edhe mori pak kohë ajo njoja jon, pastaj derisa shpërtheu. Ishte rrugë tjetër. Po, dhe jemi takuar në një dasëm, thjesht kemi shkëmbyer ca shikime dhe pastaj ka filluar atje historia jonë dhe pastaj thjesht jemi që kur jemi takuar. Ja, shumë vështirë ta më bëj një pyetje avokatës, sepse avokatja është shumë e ndërtuar, diplomate. Po jo, sinqerisht unë mendoj se çdo histori dashurie është e bukur. Po. Dhe në këtë rast të njoftë edhe rindin, edhe butësinë tonë dhe delikatesën tonë, mendoj se jeni një çift shumë perfekt. Shumë faleminderit. Thank you. Edhe unë kështu mendoj që jemi shumë. Jeni. Është fjalë me vend. Laura. Pa fund faleminderit që ishe pjesë e Odës. Si çdo podcast që ti dëgjon, edhe këti, domethënë, normalisht po i vjen fundi. Një ndër intervistat më të bukura, më të këndshme, pavarësisht se ne s'mundem me shasni. Asnjë nuk mundem me shas sepse kanë kënd të tanë të mrekullueshëm, por disa janë që kanë një amëlsi tjetër. Edhe pas ka pas drejt Marku që tha çka keni jo korçare që e keni këtë amëlsinë. Edhe si duket kur erdhe Elshove ka pak Marku ka drejt gjithmonë. Markus ka, po jep ko i herë dhe më thonë sa mja bo qefin. For si ishte me kënë të Oda podcast? Ishte fantastike, kaloj ka shpejt koha, sa nuk e kuptova. Unë kam frit me pyet producentin sa kohë kena që flasim. Unë nuk naqa shumë, Manjola, I love you, ti e shumë e mirë. Po edhe Marku shumë ka qëfton muje. Edhe Marku, po. Ne, por thash, ajo, atë sheqerin e kishe pas mjalt, nuk ishte sheqer, por ashtu si e vetla ku me arra. Kështu që faleminderit shumë që ishe pjesë e Odës. Uroj që vish prap.
Patjetër. Edhe kështu ja dëshiroj edhe ja uroj gjithë atyne që kanë kenë, sepse tash të tanë janë të mirë, disa janë pak ma lidhatusa, por sinqerisht ishte kënaqësi. Faleminderit Edhe për shumë. mua, shumë faleminderit. Lara, faleminderit, suksese në jetë Shumë dhe në faleminderit. profesionin tuaj. Faleminderit shumë për ardhjen në Oda Podcast. Thank you guys. Me që dashtën, emisioni toni erdhi fundi, ndoshta ishte pak i gjatë, po ishte plot dashni si e keni pa. Deri në emisionin tjetër, i dumshëm. Mirupafshim. Mirupafshim. Mirupafshim.